Një burr, në çastin më të saktë kur depërton në një grua, ndjen diçka shumë më komplekse se sa shumica e njerëzve do ta imagjinonin ndonjëherë. Për vite me radhë na kanë thënë se intimiteti është vetëm diçka fizike, një shkëmbim i shpejtë kënaqësie dhe plotësimi. Por e vërteta është, në atë moment shpërthen një stuj ndjenjash, të cilat shumica e burrave nuk do t'i pranonin kurrë as te partnerja e tyre, as te miqtë më të afërt, ndonjëherë madje as para vetes. E megjithatë, nëse ti, si grua, do të shije përtej fytyrës së tij që duket e qetë, do të zbulosh diçka që do të ndryshonte tërë mënyrën si e koncepton dashurinë, besimin dhe tërheqjen. Mendo pak, pse burrat që duken të sigurt në çdo fushë tjetër të jetës, papritur bëhen të pasigurt, pothuajse të brishtë, kur janë me një grua? Pse të tjerë që kanë betuar se duan vetëm diçka të lehtë e pa obligime, pas seksit bien më thellë se çe kishin menduar ndonjëherë? Dhe pse për shumë burra dhoma e gjumit është vendi i vetëm ku peshohet krenaria, burrëria dhe vlera e tyre? Më parë mendoja se intimiteti ishte kryesisht diçka fizike, hormone, lëkurë mbi lëkurë, nxehtësi. Por sa më shumë vështroja dhe mendoja, aq më qartë kuptova. Për burrat aty ndodh diçka e papërpunuar, e padukshme, por njëkohësisht shumë më e fuqishme. Nuk ka të bëjë vetëm me dëshirën, as vetëm me instinktin, ka të bëjë me identitetin. Dhe ky zbulim ndryshon gjithçka. Nuk dua të zbuloj gjithçka menjëherë, sepse thellësia e asaj që përjeton një burr në atë moment nuk mund të përmblidhet në një fjali të vetme. Por një gjë mund të ta them, pikërisht në atë çast ai përjeton një paradoks që përcakton të gjithë qenien e tij. Nga njëra anë një val force, krenarie dhe pohimi. Nga ana tjetër një val cenueshmërie, frike dhe pasigurie. Këtë tension ai rrallë e pranon, por megjithatë, ai formson mënyrën si ai dashuron, si lidhet dhe si kujton. Ndonjëherë pyes veten, sikur gratë ta dinin peshën e plotë të asaj që burrat mbartin në atë çast, a do të ishin marrëdhëniet ndryshe? A do të bëhej besimi më i thellë? A do të kishte më pak zemra të thyera? Apo ndoshta do të bëhej edhe më e rrezikshme, sepse njohja e kësaj fuqie mund të të tundos të abuzosh me të? Një përgjigje të përsosur nuk e kam, por di këtë, çdo burr në intimitet ndihet i vlerësuar. Jo me numra, as me kronometër, por me sinjalet e holla, pothuajse të padukshme, të partneres së tij, me frymëmarrjen e saj, me shikimin në sytë e saj nëse zbutet apo ashpërsohet, me përgjigjen e heshtur të trupit të saj. Këto shenja peshojnë më shumë se çdo kompliment që ai ka marrë ndonjëherë, më shumë se çdo sukses që ka ndjekur. Dhe megjithatë shumica e grave nuk janë të vetëdijshme sa shumë formojnë këto reagime të heshtura imazhin që burri ka për veten. Dhe tani të pyes drejt, a të ka ndodhur ndonjëherë që gjatë intimitetit ti shikosh në sy një burri dhe të shohësh aty një shkëndij që nuk përshtatet me pamjen, një fije dyshimi, një papritur serioziteti, një shikim që gati kërkonte siguri? Nuk ishte rastësi. Ajo ishte e vërteta e zhveshur që theu maskën e tij. Tensioni që ai fsheh kudo tjetër në jetë, këtu shpërthen jashtë sepse nuk mund ta kontrolloj. Pikërisht për këtë besoj se intimiteti nuk është kurrë vetëm dëshirë, është edhe zhveshje. Zhveshja e tij. Për disa burra kjo ekspozim është frikësues, prandaj e mbulojnë me mburje, dominim, madje edhe arrogancë. Për të tjerë, përkundrazi, është çliruese një mundësi e rrallë për t'u parë më në fund tërësisht dhe pa armaturë. Dhe pikërisht këto dallime dhe mënyra si gratë reagojnë ndaj tyre kanë pasoja që shtrihen shumë përtej dhomës së gjumit. Kjo është ajo që nuk më lë rehat. Kur një burr ndihet njëkohësisht i fortë dhe i brisht, atëherë ai është më njerëzor se kurrë. Është i vetmi hapësirë ku muret e tij bien, krenaria zbutet dhe shpirti i tij përshpërit të vërteta që ai nuk do t'i thoshte kurrë me zë. Ajo që ndodh më pas varet krejtësisht nga mënyra si pritet ai moment. Mund të bëhet një lidhje e thellë ose të zhduket në hiç. Aty fillon historia e vërtetë. Prandaj le të fillojmë me shtresën e parë të këtij paradoksi, përplasja e fuqisë dhe cenueshmërisë në të njëjtin rrahje zemre. Në shikim të parë duket kundërthënëse.
Si mund të ndihet një burr njëkohësisht i fortë dhe i brishtë, por pyete një burr edhe nëse vështirë se do ta pranonte hapur dhe do ta kuptosh se kjo dualitet jeton pothuajse në çdo moment intim. Kur ai depërton tek ti, ndjen një valë të padiskutueshme krenarie. Ndihet i zgjedhur, është sikur të ketë kaluar një prag të shenjtë, një vend ku jo kushdo ka qasje. Në atë moment burrëria e tij ndjehet e pohuar. Është sikur bota t'i përshpëriste, po, ti je i mjaftueshëm për të marrë këtë besim. Por gati në të njëjtin frymëmarrje godet cenueshmëria, sepse në çastin kur ndihet më i fuqishëm, ai ndihet edhe më i zhveshur. Ai e di që ti mund të perceptosh gjithçka ritmin e tij, vetbesimin, hezitimin. E kupton që nuk ka mask, as mburoj, as rol. Ti ndjen të vërtetën e tij të papërpunuar dhe kjo lakurisi i sjell një frikë që ai rrallë e pranon. Më parë mendoja se burrat kishin frikë nga refuzimi vetëm gjatë njohjeve ose në punë, por tani e di, frika e tyre më e thellë shpesh fshihet pikërisht këtu, në hapësirën e heshtur e pafrymë të intimitetit ku një dështim nuk do të thotë vetëm humbje vlerësimi, por edhe humbje kuptimi. A e ke vënë re ndonjëherë si disa burra e bëjnë seksin me nxitim gati sikur duan ta përfundojnë para se brishtësia e tyre të dalë në pa, apo si të tjerë e teprojnë me vetbesim të zhurmshëm, dominues, pothuajse teatrale vetëm për të mbuluar atë zë të brendshëm që përshpërit, po sikur të mos jemi mjaftueshëm. Pikërisht aty jeton paradoksi, dhe shpesh pyes veten, sikur më shumë gratë ishinin të dyja anët luftëtarin krenar dhe djalin e pasigurt, a do të kishte më shumë dëmshuri në vend të gjykimit, apo bara e mbajtjes së egos së tij do ta bënte intimitetin më të rëndë se kënaqësia? Bindja ime është kjo, burrat që i dorëzohen kësaj cenueshmërie, që rrezikojnë të shihen pa armaturë, janë dashnor të paharrueshëm. Jo sepse janë të përsosur, por sepse janë të pranishëm. Ata nuk luajnë për të shmangur ekspozimin, ata lidhen për t'u kuptuar. Dhe gratë që reagojnë me siguri, që me trupin e tyre marrin frymë një pot të heshtur, zgjojnë tek ai një besim që asnjë sukses i jashtëm nuk mund t'i japë. Këtu ndryshon ritmi i intimitetit nga një shfaqje drejt një lidhjeje të vërtetë. Dhe kjo lidhje, sapo zgjohet, fillon ta transformojë atë. Por diçka më mahnit edhe më shumë. Pse pikërisht ky paradoks ka aq shumë fuqi mbi burrat? Pse balanca mes të ndjerit i zgjedhur dhe të ndjerit i brishtë përcakton kaq shumë identitetin e tyre? Besoj se sepse intimiteti është një nga fushat e pakta të jetës ku burrat nuk mund ta shtiren vlerën e tyre. Në punë mund të mbledhin tituj, në miqësi mund të fshihen pas humorit, në shoqëri mund të mburren me para ose status. Por në shtrat i zhveshur nga çdo mbulesë, e vërteta shfaqet menjëherë. Dhe kjo e vërtet nuk përcaktohet prej tij, por prej teje. Kjo e frikson dhe njëkohësisht e lidh, sepse nevoja e tij për pohim papritur lidhet me reagimin tënd. Dhe këtu vjen kthesa. Përgjigjja jote nuk ka pse të jetë e madhe apo dramatike. Ndonjëherë mjafton më e vogla frymëmarrja jote që bëhet më e shpejtë, mënyra si e kap butësia në sytë e tu. Pikërisht këto shenja mund të shkatërrojnë frikën e tij dhe ta kthejnë në shtys. Papritur zhduket djali i brishtë dhe del në pa burri i sigurt. Jo sepse ai e detyroi, por sepse ti e bëre të mundur. Kjo shndërrim krijon llojin e intimitetit që ngulitet thellë në kujtesë, shumë kohë pasi trupat janë ndarë. Por jo të gjithë burrat merren mirë me këtë paradoks. Disa tërhiqen krejtësisht nga intimiteti, sepse e friksohen zhveshjes më shumë se sa dëshirojnë lidhjen. Të tjerë ndjekin grua pas gruaje, kërkojnë pafund pohim, pa e parë kurrë në sy brishtësinë poshtë tij. Dhe disa pak ndoshta më të rrallët e lejojnë veten të jenë njëkohësisht të fortë dhe të butë, të sigurt dhe të pasigurt. Dhe pikërisht kështu krijojnë afërsinë më pasionante, atë që prek më thellë. Më shumë se një herë jam pyetur, a është e drejtë që gratë në shtrat të kenë aq shumë fuqi mbi identitetin e një burri? Disa do të thoshin, po, sepse burrat për një kohë të gjatë kanë pasur pushtet në kaq shumë fusha të tjera. Të tjerë do të kundërshtonin, jo, intimiteti nuk duhet të jetë kurrë një test i vlerës. Përgjigjen absolute nuk e di.
Por di këtë, ky paradoks është real dhe ndryshon gjithçka. Sepse sapo një burr ndihet tek ti njëkohësisht i fortë dhe i brisht, shfaqet shtresa tjetër e së vërtetës së tij. Dhe kjo shtresë është edhe më e vështirë për të ta pranuar, bara e pohimit. Për të, seksi nuk është vetëm dëshirë, është provë që ai është i dëshiruar, provë që është i zgjedhur, provë që në sytë e tu është i mjaftueshëm. Kjo nevojë është shumë më e thellë se sa e mendojnë shumica e grave, kthehet tek një pyetje që burrat ja bëjnë vetes që nga fëmijëria: a vlej? Më parë e kisha hedhur poshtë këtë mendim dhe besoja se pohimi ishte diçka sipërfaqësore, diçka që u nevojitet vetëm njerëzve të pasigurt. Por sa më shumë dëgjoja dhe vëzhgoja, aq më qartë kuptova: ai gjendet tek çdo burr, edhe tek ata që nga jashtë duken më të sigurt. Në fakt shpesh vlen kjo: sa më e fortë duket vetbesimi, aq më e dëshpëruar është nevoja poshtë tij. A ke vënë re ndonjëherë se si një burr çlirohet ndryshe kur ti lëshon një tingull kënaqësie? Si duket se trupi i tij ndriçon kur e prek pa hezitim. Ky është pohimi në veprim. Nuk ka të bëjë me faktin që trupi i tij pushton trupin tënd, por me faktin që brendësia e tij pohohet prej teje. Dhe këtu qëndron ironia. Një burr mund të jetë i suksesshëm në punë, i respektuar nga kolegët, të udhëheqë të tjerët me karizëm. Por nëse nuk ndihet vërtet i zgjedhur nga gruaja që dëshiron, gjithë kjo mbetet bosh. A nuk është e habitshme që një përshpëritje, një ofsham apo një prekje e vetme mund të peshojnë më shumë se vite të tëra suksese të jashtme? Disa do të thoshin se kjo i bën burrat të brisht, të tjerë do të thoshin se i bën të bukur njerëzor. Unë anoj nga kjo e dyta, sepse në këtë nevojë për pohim burrat tregojnë vetveten e tyre më autentike. Por këtu fshihet edhe një rrezik. Nëse ai kërkon intimitet vetëm për të mbushur zbrazëtinë e "a jam i mjaftueshëm", atëherë asnjë sasi seksi nuk do ta kënaqë. Ai do të ndjek trup pas trupi, çdo moment do ta ngrej pak, vetëm që ta rrëzoj më thellë më pas. Prandaj sheh burra që bëhen të varur pas të rresë, ngatërojnë larmishmërinë me plotësimin. Por kur një burr lidhet me një grua që ai vërtet e vlerëson, pohimi shndërrohet. Nuk është më një shtysë e përkohshme e egos, por mirënjohje, respekt, madje përkushtim. Atëherë seksi ndryshon, nuk është më një provim, por prani e vërtetë. Dhe në atë çast zgjohet diçka primitive, një ndjenjë lidhje që fjalët nuk e përshkruajnë dot. Kjo është e vërteta e tretë. Seksi, sidomos penetrimi, është për burrat momenti kur bien muret pas të cilave jetojnë zakonisht. Në përditshmëri burrat mësojnë të mbajnë distancë, të ruajnë kontrollin, të mos tregojnë kur dobësi. Por në intimitet këto rregulla thyhen. Ai është fjalë për fjalë brenda teje, jo më i ndarë, dhe kjo shkrirje zgjon diçka të lashtë tek ai. Ndoshta ky është arsyeja pse disa burra duken sikur bëhen të varur pas një gruaje, të paftë ta lënë edhe kur ka të tjera. Sepse nuk ka të bëjë vetëm me trupin e saj, por me faktin se përmes saj ai ndihet në shtëpi brenda vetes. Kur rrahjet e zemrës së tij bien në një ritëm me të tuat, kur frymëmarrja e tij i përshtatet ritmit tënd, ai ndjen një përkatësi që bota jashtë nuk ja jep kurrë. Këtu bashkohen biologjia dhe emocionet. Oksitocina, dopamina, testosteroni, të gjitha pushtojnë sistemin e tij, por nuk janë vetëm kimikatet, por fijet e padukshme që e lidhin identitetin e tij me atë moment. Dhe shpesh ai as nuk e kupton vetë. Mund t'i thot vetes se ishte diçka e lehtë, mund të qesh e të thot, ishte vetëm seks, por trupi e tradhton. Sistemi i tij nervor e mban mend. Trupi i tij nuk dëshiron vetëm shkarkimin, por mënyrën unike si prania jote qetësoi frikën e tij dhe forcoi krenarinë e tij. Prandaj disa burra kthehen vazhdimisht tek një grua, shumë kohë pasi logjika u thot të ecin përpara, sepse biologjia e tyre ka vendosur tashmë për ta. Kjo më bën të pyes, a janë gratë të vetëdijshme për fuqinë e jashtëzakonshme që kanë për të formuar lidhjen e një burri, që reagimet e tyre mund ta bëjnë intimitetin varës jo në mënyrë sipërfaqësore apo të detyruar, por aq sa të rishkruajnë vetë ndjenjen e tij të lidhjes. Kjo është njëkohësisht e mrekullueshme dhe e rrezikshme.
sepse me fuqin vjen përgjegjësia. Një grua mund ta ngrejë një burr në vetveten e tij më të pranishme dhe të lidhur ose ta lërë më bosh se më parë. Dhe shumica e burrave nuk do ta shprehin kurrë me fjalë. Ata e varrosin nën shaka, vetbesim ose heshtje. Por thellë brenda, çdo burr e di kur trupi i një gruaje e pranoi si më shumë se thjesht mish. Ai e di kur lidhja ishte e vërtetë. Dhe kjo dije kthehet në kujtim që mbetet formon vendimet e tij, dëshirat e tij, madje dashurinë e tij. Dhe pikërisht kjo na çon tek të vërtetat e ardhshme me të cilat burrat luftojnë në heshtje, hija e frikës dhe shkëndija e dashurisë. Dy forca që e ndezin momentin në mënyra që pak kush i imagjinon. Sepse kur pohimi e lidh vlerën e një burri me reagimin tënd, atëherë frika është hija që vjen menjëherë pas. Frika në intimitet është gjithmonë aty edhe kur burrat nuk do ta pranonin kurrë. Nuk është ajo lloj frike që paralizon, por ajo që përul. Ai pyet veten në heshtje, a jam i mjaftueshëm për të? A është e kënaqur? A më krahason me dikë tjetër? Këto mendime i kalojnë me shpejtësi në kokë, edhe kur trupi i tij duket i sigurt. Më parë besoja se burrat në seks ishin pa brenga, të shtyr vetëm nga dëshira. Por e vërteta, në të cilën besoj sot, është ndryshe. Shumë burra bartin frikën e pathënë se në shtrat mund të jenë të harrueshëm. Dhe nëse jemi të sinqert, a nuk është kjo frikë thellësisht njerëzore? Kush nuk dëshiron të mbetet në kujtesë, të lërë për shtypje, të dëshirohet sërish pasi momenti të ketë mbaruar? A e ke vërejtur ndonjëherë se sa shumë përpiqet një burr të zgjas më tepër, të bëjë të ofshash, të japë ndjenjen se do ta mbaje mend gjithmonë prekjen e tij? Kjo është frika e shndërruar në shtys. Por pa siguri, pikërisht kjo frikë mund ta shtypë. Një i vetëm sinjal mos përfillje një trup i heshtur, një shikim i ftohtë dhe vetbesimi i tij shembet më shpejt se çdo ta tregonte ndonjëherë. Ndonjëherë pyes veten, a janë gratë vërtet të vetëdijshme sa fuqi fshihet në një tingull të vetëm në një përshpëritje, një frymëmarrje, një shikim? Ironia është se frika mund të shndërrohet në pasion, sapo ti i sinjalizon miratim. Me zërin, frymën, prekjen tënde mund të çlirosh një pjesë të tij që ndihet e pandalshme. Pa pritur zhduket djali i pasigurt dhe në vend të tij del një burr që derdhet tek ti me një intensitet që duket i pafund. Ky është vallëzimi i brisht i intimitetit, nga njëra anë frika, nga tjetra siguria. Dhe rezultati varet nga cila anë ushqen ti. Por më thellë se frika qëndron mundësia e dashurisë. Jo çdo burr e ndjen atë në çdo takim, por në çdo moment kur ai depërton në një grua, hapet një hapësirë ku dashuria mund të ndizet. Ndonjëherë fillon vetëm me dëshirë e papërpunuar dhe e papërmbajtur, por sapo ai është brenda teje, diçka ndryshon. Ngrohtësia, afërsia, pranimi e gjitha kjo zgjon ndjenja që as ai vet nuk i priste. A je pyetur ndonjëherë pse burrat që betohen se duan vetëm diçka të lehtë, pas seksit pa pritur ndihen të lidhur? Pse burrat që donin të mbanin distancë, bien më thellë se sa kishin planifikuar? Unë besoj se sepse intimiteti e anashkalon mendjen. Një burr mund t'i thot vetes se është vetëm fizik, por trupi dhe zemra e tradhtojnë. Kimi, shkrirja, ritmi e gjitha kjo e ndjenja që ai nuk mund t'i kontrollojë. Dhe pikërisht këtu dashuria hyn shpesh qetë, pa leje. Mund të mos jetë menjëherë dashuri e përkushtuar, por mbjell një farë. Dhe nëse ti tashmë i nënkupton shumë, ky farë mund të rritet në diçka të shenjtë, diçka që i ndryshon jetën. Disa e quajnë dobësi, të tjerë biologji. Unë e quaj e vërtetë, sepse dashuria që lind në zjarrin e intimitetit është një nga forcat më të fuqishme për të formuar një lidhje. Dhe më e habitshmja është, burrat shpesh zhvillojnë ndjenja më shpejt përmes seksit se sa përmes bisedave. Ata ndoshta nuk do ta pranojnë kurrë, por trupat e tyre tregojnë historinë. Një burr që mendonte se kishte kontrollin, pa pritur zgjohet dhe kupton se zemra e tij është dorëzuar diku mes frymëmarrjeve, prekjes dhe afërsisë. A nuk është e jashtëzakonshme që diçka që ai donte ta mbante të lehtë, bëhet pikërisht ajo që e nxjerr nga rruga? Por dashuria që lind kështu mban brenda vetes si bukurinë, ashtu edhe rrezikun.
Nëse ushqehet, ajo e shndërron intimitetin në përkushtim. Nëse shpërfillet, lë pas konfuzion, shqetësim, madje edhe shkatërim. Dhe kështu burrat në atë moment përballen njëkohësisht me frikën dhe dashurinë. Dy forca që tërheqin në drejtime të kundërta dhe megjithatë të dyja formojnë kush ai bëhet në krahët e tu. Frika përshpërit, mos e zhgënje. Dashuria përshpërit, qëndro me të. Dhe mes këtyre dy zërave, identiteti i tij shkruhet sërish e sërish. Por këtu historia nuk përfundon, sepse përtej frikës dhe dashurisë qëndron e vërteta e fundit mbi atë që intimiteti me të vërtetë do të thotë për një burr. Dhe kjo është një e vërtetë që shumica e grave e shohin vetëm kur është tepër vonë. Nëse tërhiqesh dhe shikon të gjitha ato që një burr ndjen në momentin kur depërton në ty, bëhet e qartë. Intimiteti nuk është kur vetëm tru. Ai nënkupton identitet, pohim, frikë, dashuri dhe lidhje të gjitha përplasen në sekonda që për të ndihen si përjetësi. Ky çast është njëkohësisht provë dhe dhuratë. Një provë, sepse ai ndjen vlerën e tij të zhveshur, krenaria e tij është në lojë, frikërat i përshpëritin nga prapaskena. Një dhuratë, sepse nëse ti reagon me hapje, siguri dhe prani, ai përjeton një lloj pohimi që asnjë arritje e jashtme jashtë dhomës së gjumit nuk mund ta ofrojë ndonjëherë. Ndonjëherë pyes veten, nëse më shumë gra do ta kuptonin thellësinë e këtij luftimi të heshtur, a do të kishte marrëdhënie më të plotësuara, më pak tradhti, apo do të krijonte vetëm tundimin që kjo fuqi të abuzojë në mënyrë të rrezikshme? Përgjigje të përsosur nuk kam, por di këtë, shumica e burrave mbajnë një boshllëk brenda vetes që as paraja, as statusi, as suksesi nuk mund ta mbush. Vetëm në intimitet, kur ata ndihen vërtet të zgjedhur, ky boshllëk gjen lehtësim. Prandaj një burr mund t'i duket botës i fortë dhe në krahët e tu i brisht, por kjo brishtësi nuk është dobësi, por ndershmëri. A e ke vënë re ndonjëherë si një burr që në publik duket i paprekshëm, në privat papritur bëhet i butë, gati fëmijëror? Kjo nuk është rastësi. Është vetja e tij e vërtetë që del në pa, ajo pjesë që bota nuk e sheh kurrë. Dhe nëse ti si grua mund ta shohësh pa gjykim, krijohet një lidhje më e fortë se thjesht dëshira. Por këtu tensioni rritet përsëri, sepse jo çdo burr e përdor intimitetin si derë drejt lidhjes. Disa ndjekin vetëm pohimin dhe të lënë më bosh se më parë. Si ta dallosh këtë? Për mua përgjigja nuk qëndron në fjalët e tij, por në praninë e tij. A qëndron ai pas aktit? A të mban? A zbutet në mirënjohje, në vend që të largohet me shpejtësi? Këto shenja të heshtura tregojnë nëse pohimi i tij është shndërruar në përkushtim apo është zhdukur në të njëjtin çast që akti mbaroi. Prandaj besoj, seksi ka fuqinë të shërojë ose të dëmtojë në nivelin më të thellë. Ai nuk është kurrë neutral. Ai formson mënyrën si ai e sheh veten dhe si të sheh ty. Dhe kjo më çon në pikën e fundit. Kur një burr është brenda teje, ti nuk ndan vetëm trupin tënd, por formson historinë e tij mbi atë kush është ai. Kjo përgjegjësi është më e madhe se sa shumica do ta thoshin ndonjëherë. Me një ofsham, me një prekje mund ta kurorëzosh si mbret. Me heshtje, me distancë mund ta bësh të padukshëm. Dhe kujtimi i atij momenti mbetet tek ai shumë kohë pasi çarçafët të jenë ftohur. A nuk është kjo njëkohësisht e mrekullueshme dhe pak frikësuese? E vërteta është, intimiteti ka më shumë fuqi se sa shumica janë të gatshëm të kuptojnë. Por kjo fuqi nuk duhet të frikësohet, por të respektohet. Dhe kur respektohet, prej saj mund të lindin lidhje që zgjasin, që të transformojnë, që e kthejnë pasionin e çastit në dashuri të paharrueshme. Tani dua të drejtohem ty, çfarë mendon? A e ke parë ndonjëherë këtë anë të fshehtë të një burri frikën pas vetbesimit, dashurinë të fshehur brenda dëshirës? A beson se intimiteti e zbulon shpirtin e vërtet të një njeriu? Apo është vetëm një tjetër rol që kemi mësuar të luajmë? Ndaj mendimet e tua dua t'i dëgjoj. Dhe nëse kjo të ka bërë të mendosh për diçka që kur më parë nuk të kishte shkuar ndërmend, atëherë më ndiq për më shumë. Ruaje këtë tekst për t'i rikthyer më vonë dhe ndajeni me dikë që ka nevojë ta kuptojë.
sepse sa më ndershmërisht të flasim për intimitetin, aq më shumë mësojmë të duam pa maska. Por kjo bisedë nuk ka përfunduar, sepse përtej frikës, pohimit dhe dashurisë qëndron një e vërtet edhe më e thellë pse burrat dhe gratë tërhiqen ndaj njëri tjetrit. Dhe kjo e vërtet do të ndryshojë mënyrën si e sheh çdo shikim, çdo prekje dhe çdo moment afërsie.